Një skandal i rënd ka tronditur tregun shqiptar të ushqimeve pasi kompania AMG Food ka importuar nga Brazili nëpërmjet portit të Durrësit 7.8 ton fileto pule të ngrirë, e cila pas analizave të kryera ka rezultuar e kontaminuar me salmonel. Nga kjo sasi, autoritetet kanë bllokuar 5.2 ton mish të mbetur tek importuesi, por 2.6 ton rezulton se janë shpërndar në treg për konsumatorët shqiptar. Përgjegjës për këtë situatë të rrezikshme është biznesmeni Mont Goxha, pronari i kompanive AMG Food dhe Dimal Inc, produkte që shiten në supermarket dhe dyqane të ndryshme në vend. Një prej këtyre marketeve që shet produkte e Dimal është Big Market në pronësi të deputetit Vullnet Sinaj. Më 27 mars, rrjeti i marketeve Big Market ka shpërndar katalogun me ofertat e Bajramit, ofertat që zgjasin deri më 3 prill, por ajo që bie në sy është fakti se në mesin e ofertave të çmendura janë edhe produktet e pulës nga Dimal. Kështu, salsiçet e pulës Dimal me peshk 400 gram shiten 1+1 falas për vetëm 299 lekë, ndërsa filetoja e pulës që me çmim normal është 600 lekë shitet 499 lekë kilogrami. Jo që shkruan se qytetarët kanë dyshime se kjo mund të jetë një praktike Big Market për zbrazur sa më parë raftet nga produktet Dimal, pasi skandali u zbulua zyrtarisht më datë 28 mars. Kujtojmë se me të mbërritur në Shqipëri, kërkesa është marrë mostër nga AKU dhe ISUV, dy institucionet përgjegjëse për sigurinë ushqimore, që nga momenti i kapjes së sasisë së filetos së pulës me salmonel më 11 mars, AKU nuk ka bërë asnjë njoftim për konsumatorin dhe ka dalë me një deklaratë një javë pasi u kryen analizat. Kërkesa ka rezultuar me përmbajtje salmonele, por jo me një emër të sakt për llojin e salmonelës. Kjo ka mjaftuar që institucionet dhe kompania të bëjnë paktin e radhës për të shitur helm në tavolinat e shqiptarëve, edhe pse mishi i pulës ka dalë me salmonel. ISUV, ky institucion fantazëm që ndërron drejtor sa herë plas një skandal me sigurinë ushqimore, ka vendosur të thellojë analizat, por të mos pengojë shitjen në treg të produktit. Kompania Dimal ka arritur të shpërndajë i qetë mishin e infektuar në një rrjet supermarketesh që përbëhet nga Big Market, Xhangolli apo Joena. 7 ditë pas futjes në Shqipëri, rezultatet e analizave treguan se mishi ishte infektuar me llojin më të rënd të bakterit të salmonelës që nuk duhet të kishte dalë asnjëherë në treg.